Speci djegës, çfarë shkakton për tensionin në zemrën dhe stomakun? Mjeku jep lajmin e papritur. Speci djegës është përdorur prej mijëra vitesh kundër problemeve të ndryshme shëndetësore, duke përfshirë urthin, llapin, problemet e stomakut, temperaturën, probleme me tretjen, me fytin e të tjera. Por gjithashtu ai është një produkt mjaft i mirë për mbrojtjen e organizmit tuaj dhe mund të ndikojë gjithashtu kundër të vjellave dhe bajameve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Prandaj, përdorimet të tilla të speci djegës mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë për të nxitur organizmin tuaj. Speci djegës është tejet mirëbërës për shëndetin tuaj të zemrës, dhe si i tillë mund të jetë gjithashtu një përzgjedhje fantastike për këtë element. Konsumi i tij sipas të dhënave ka ndikuar menjëherë në qarkullimin e duhur të gjakut, enët e gjakut dhe gjithashtu edhe në tensionin e gjakut. Ndaj përdorime të tilla të speci djegës mund të jenë një nxitse mjaft e mirë e organizmit tuaj. Konsumi i specit të kuq djegës mund të jetë gjithashtu me ndikime të mira në qarkullimin e gjakut, në enët e gjakut, në arterje, gjithashtu edhe në tension. Pjesa më e madhe e vlerave të saj atribuohet edhe kapsaicinës, një prej elementëve më të rëndësishëm ushqyes në mbrojtjen e shëndetit, një substancë që shkakton kështu edhe aspektin djegës të specave. Ndaj, përdorimet të tilla të saj mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për organizmin tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët shtojnë se kapsaicina ka një reputacion të shkëlqyer kundër dhimbjeve, madje përdoret gjithashtu edhe nga industria farmaceutike kundër problemeve të artritit dhe nxitjen më të mirë të shëndetit tuaj. Përdorimet të tilla të speci djegës mund të jenë të mira për shëndetin e zemrës. Disa studime kanë sugjeruar se konsumi i specave të kuq djegës ul toksinat e gjakut, kolesterolin dhe pengon edhe trombozën. Këto probleme mund të shkaktojnë atak në zemër. Vlerat e tjera të speci djegës janë të mira në dobi të shëndetit. Speci kuq djegës është një burim i shkëlqyer i karotenoideve antioksidantëve të fuqishëm që parandalojnë dëmet e shkaktuara nga radikalet e lira. Sipas informacioneve, speci i kuq djegës përmban edhe sasi të larta të vitaminave A. Dy lugëgjeve me speca të kuq djegës mund të vrasin gjithashtu edhe dëmtuesit të organizmit. Ato përmbajnë 47% të dozës së nevojshme ditore të vitaminës A, shumë e rëndësishme kjo për aktivitetin tuaj. Përveç kësaj, specat e kuq djegës janë një burim i mirë i vitaminës C, vitaminës C, vitaminës B6, K, manganit, fibrës dietike. Speci i kuq djegës mund të përdoret i thatë ose edhe i freskët. Ai mund të përdoret në salca të ndryshme në gatime të mishit, peshkut, supave e të tjera. Dhe përfitimet që do të merrni në këtë raste do të jenë vërtet mbreslënse për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët shtojnë se speci i kuq djegës mund të përdoret si një ndihmë fantastike falet dobive që ofron shëndetit tuaj. Ai ka ndikime pozitive në shëndetin e zemrës. Por përse speci kuq djegës është tejet mirëbërës për shëndetin e zemrës? Konsumi i tij sipas të dhënave të Healthline ka ndikuar menjëherë në sistemin e qarkullimit të gjakut, në enët e gjakut, në arterje, gjithashtu edhe në tensionin më të mirë të gjakut. Ndaj, nëse doni të përfitoni prej tij, konsumojeni në rekomandimet e duhura ditore. Kapsaicin ka një reputacion të shkëlqyer kundër dhimbjeve, madje përdoret nga industria farmaceutike për kremra dhe tretësira kundër problemeve siç janë edhe ato të artritit. Sa i përket shëndetit të zemrës, disa studime kanë sugjeruar se konsumi i rregullt i specave të kuq djegës mund të ulë gjithashtu edhe tensionin e gjakut, të kontrollojë edhe probleme të ndryshme të organizmit dhe të ndikojë gjithashtu edhe në mbrojtjen më të mirë të shëndetit tuaj. Vlerat e specit të kuq djegës mund të jenë një nxitje mjaft e mirë e organizmit tuaj dhe se të tilla duhet të konsumohen me kujdes në përditshmërinë e dietës suaj. Shumë njerëz pohojnë gjithashtu se nuk mund të bëjnë dot pa konsumin e specave të kuq djegës, sepse mund të përfitojnë shumë për organizmin. Te specat e kuq djegës mund të gjenden gjithashtu edhe sasi të mëdha të kapsaicinës,
duke ndikuar edhe në një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ato përmbajnë vajra esencial, karotenoide, celuloza, kalcium dhe hekur, shumë të rëndësishme për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e problemeve të tij. Shumë njerëz kanë frikë nga ushqimet pikante për shkak të djegësirës që shkaktojnë në stomak, por nëse konsumohen si duhet, përfitimet që do të merrni do të jenë vërtet të mëdha në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët shtojnë se specat e kuqdjegës janë një nga përzgjedhjet më të mira në nxitjen e shëndetit dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj, duhet të përdorni ato me kujdes nëse doni të merrni ndikimet e tyre në shëndet. Specat e kuqdjegës nuk duhet të përdoren nga personat në 13 vjeç, por ashtu edhe nga ata persona të cilët kanë stomak të ndjeshëm, vuajnë nga problemet e ulçrave, kanë mukozën to dhe gjithashtu shqetësime të mëdha. Këta persona duhet të tregohen më të kujdesshëm me përdorimin e specave të kuqdjegës, pasi mund të ndikojnë drejt për së drejti në shëndetin e tyre dhe të shkaktojnë probleme të njëpasnjëshme. Speci i kuqdjegës është krejtësisht i këshillueshëm kundër problemeve të infarktit dhe sëmundjeve kardiovaskulare, por gjithmonë në mbikëqyrjen e një mjeku. Edhe përpara se ta përdorni atë në vazhdimsi, ai mund të ndikojë në shëndetjen e zemrës dhe të ndihmojë në punën e arterjeve. Kapsaicinat e specit kuqdjegës veprojnë edhe në metabolizimin e yndyrnave, duke përshpejtuar dhe penguar akumulimin e tyre. Specat e kuqdjegës kanë një vetim mjaft të mirë për shëndetin tuaj. Kohët e fundit, kërkuesit e Cedar Sinai Medical Center në Los Angeles kanë studiuar efektin e kapsaicinës në laborator dhe kanë mundur të tregojnë se ky princip aktiv ndihmon në parandalimin e llojeve të ndryshme të problemeve që i kanosen shëndetit tuaj të përgjithshëm. Shtimi i specave të kuqdjegës do të kthehet në një avantazh të vërtet për organizmin, për sa kohë konsumohen me kujdes dhe brenda rekomandimeve të duhura ditore. Te specat e kuqdjegës gjenden sasi shumë të mëdha të kapsaicinës, përbërësi kryesor aktiv farmakologjik, flavonoideve, vajrave esencial, karotenoideve, celulozës, gjithashtu edhe niveleve të mira të hekurit. Përmbajtja e lartë e këtyre ushqyesave do ta kthejë në kështu specin e kuqdjegës në një nga përzgjedhjet më të mira për shëndetin. Ato mund të përmirësojnë organizmin tuaj. Speci i kuqdjegës është krejtësisht të këshillueshëm të përdoret edhe kundër problemeve të infarktit, gjithashtu dhe sëmundjeve të ndryshme kardiovaskulare. Speci i kuqdjegës në vazhdimsi të dietave tuaja mund të ndikojë pozitivisht në çdo aspekt të tij, dhe si i tillë duhet të përdoren në formën e tij natyrale për të evituar kështu komplikacione dhe për të nxitur një shëndet më të mirë të organizmit. Ai është i këshillueshëm të përdoret nën kujdesin e duhur mjekësor edhe nën vëmendjen e duhur të mjekut për të evituar kështu ndërveprimet ose edhe efektet negative të tij në organizmin tuaj. Shumë njerëz kanë frikë nga ushqimet pikante për shkak të pasojave të hemoroideve, por speci i kuqdjegës mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira nëse konsumohet me kujdes edhe në mbrojtjen më të mirë të shëndetit tuaj dhe lehtësimin e problemeve që i kanosen organizmit tuaj. Por përse speci i kuqdjegës duhet të konsumohet në dietën tuaj? Ai ka ndikime pozitive në rritjen e vlerave të trupit dhe gjithashtu mund të lehtësojë komplikacionet e tij. Speci i kuqdjegës mund të përmirësojë shëndetin tuaj tretës. Një nga avantazhet më të mëdha të kapsaicinës është kontributi i saj në shëndetin e zorrës dhe humbjen e peshës. Në kundërshtim me besimet të njohura, speci i kuqdjegës është vërtetuar se mund të jetë anti-irritues për stomakun dhe në një mënyrë të shkëlqyer për të trajtuar ulçrat e stomakut. Së dyti, speci i kuqdjegës, veçanërisht në formën e tij të pluhurit, është i pasur me antioksidant dhe përbërës të tjerë që mund të qetësojnë çështje të tjera të tretjes, si dhimbjet e stomakut, gazrat e zorrëve, diarreja dhe ngërçet. Specat janë në gjendje të arrijnë në këtë sepse stimulojnë lëngjet e stomakut dhe punojnë kundër aciditetit të traktit tuaj të tretës. Së treti, specat e kuqdjegës përshpejtojnë metabolizmin tuaj. Duke përshpejtuar metabolizmin, do ju frenojnë dëshirën për ushqime jo të cilësore. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.